Jemi në alert në këtë pjesë të tretë të ditës së sotme, pra të kësaj premte, dhe do të flasim tashmë për një çështje tjetër, për një çështje që e diskutojmë shumë shpesh në këtë program, por përgjithsisht edhe në media dhe konkretisht për sigurinë ushqimore. Sezoni turistik veror sapo ka nisur, temperaturat janë rritur, njerëzit janë turrur edhe në plazhe, edhe në mal, edhe në zona të tjera ku ka agroturizëm të shtuar tashmë, bujtina që funksionojnë edhe përfjetje dhe restorante, dhe përgjegjësia për të garantuar një siguri ushqimore në gjithë të fluks të madh, bie mbi Autoritetin Kombëtar të Ushqimit si institucioni që duhet ta garantojë sigurinë ushqimore të konsumatorëve shqiptarë. Sigurisht edhe vitet tjera të mëhershme, pra edhe si vjet ka një plan masash të hartuar nga Autoriteti Kombëtar të Ushqimit dhe i miratuar, i cili konsiston në një sër çështjesh, punësh, ritmi në fakt të punës përditshme, një task force të ngritur me institucione tjera, por se si do të funksionojë dhe çfarë do të ndodhë gjatë sezonit verës. E ritheksoj kryesisht plazhi, zona e Bregdetit shqiptar, por edhe pjesë tjera të territorit ku ka turizëm të shtuar, fluks të shtuar, pa u lënë pas dore. Do të flas me zotin Tomi Kola, është drejtori i Drejtorisë Komunikimit, Riskut dhe Monitorimit në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit. Zoti Kola, përshëndetje. Përshëndetje, mi mbrëma, faleminderit. Kënaqësi që ju kam në emision, se do të thoya në studio, po online jemi në fakt. Zoti Kola, kemi një rritje të intensitetit kontrolleve. Çfarë po ndodh, kryesisht në zona turistike, një plan i masave që unë e përmenda që është hartuar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit? Po, kjo është një rutinë tashmë e krijuar për vitesh nga Autoriteti Kombëtar të Ushqimit. Plani i masave për cilës është faktikisht është i detajuar dhe ka disa element të natyrës të ndryshme dhe së pari do të shpjegoj pjesën e terrenit. Janë ngritur grupet tona inspektuese, përveç atyre që veprojnë mbi bazën e planit me bazë risku, që është i vjetori. I përditshëm për vjetori. Është shtuar edhe tashti një task force që do për vit, po ashtu në bashkëpunim me grupet inspektuese për një vëmendje të rritur ndaj situatave që mund të ndodhin në zona turistike. Për kontrole rutinë, mbikëqyrje rutinë, monitorime rutinë, së bashku me inspektorët e detyrive rajonale. Kjo kryesisht në zona turistike, pra në Bregdet dhe në pjesët Zoti Kola, ndjes, unë kam shkputje të paktën, nuk e di si dëgjohet në transmetim, do të ma konfirmoj regjia, po zëri juaj vjen me shkputje të paktën nga boksi im në studio. Një moment sa po të ma konfirmoj regjia nëse ka probleme lidhja, duhet rilidhemi apo ta vazhdojmë bisedën. E bëjmë edhe një provë aty ku e latë. Po. Atëre, mund të vazhdoj? Po. Atëre, kemi ngritur grupet e shtesë të inspektimit në kuadër të një task force që organizohet çdo vit. Dhe kjo është në bashkëpunim me drejtoritë rajonale, me gjithë grupet inspektimit të drejtorive rajonale, dhe pashtu në këtë kuadër kemi ngritur edhe task force-ën, pra se kemi ngritur ne po ngrihet nga një task force e bashkëpunimit ndërinstitucional, ku ne bashkëpunojmë me Ministrinë e Turizmit, Ministrinë e Brendshme, Policinë e Shtetit, Autoritetin e Punës, me Institutin e Shëndetit dhe njëkohësisht edhe me strukturat vendore. Kjo është një organizim që bëhet përvitshëm dhe sigurisht nga viti në vit ne kemi detyrat tona për një cilësi të shtuar të kësaj pune. Ajo që është me vend të theksohet është se përpos këtij elementi ne kemi edhe një element tjetër që e bën drejtoria e përgjithshme në të thash bashkëpunime me drejtoritë rajonale, që kemi nxjerrë në terren edhe ekipet tona sensibilizuese në dy aspekt, sensibilizimin e konsumatorit dhe sensibilizimin ose ndërgjegjësimin të saktë të biznesit. Dhe janë grupe të ndryshme që kryejnë funksione të ndryshme. Tek biznesi ka një set këshillash për sensibilizimin e tyre, kurse për konsumatorin është një set tjetër këshillash për sensibilizimin e konsumatorit. Qartë, vetëm. Por edhe me shpërndarje Po, më falë. të fletueshmeve që kemi ne, posterave, urdhro?
Jo, ju ndërpreva unë pa dashje, doja të ndërhyrja, mund të vazhdoni. Po, pra, gjitha ekipe që janë për dy llojet e sensibilizimit, të ndërgjegjësimit biznesit dhe të konsumatorit, veprojnë në terren dhe janë të pajisur edhe me gjithë materialet e mundshme që i shpërndajnë, thash, ose biznesit ose konsumatorit në lidhje me nevojat që kanë ata për të ditur për vëmendje të shtuar. Për pjesën e sensibilizimit të biznesit janë gjëra që i përkasin biznesit se ku do të fokusohet. Sigurisht bëhet fjalë kryesisht për meqense flasim për sezon turistik, bëhet fjalë për të gjitha restorantet, fast foodet etj. Njëkohësisht edhe për pjesën e kujdesit të pasur për ushqimet që marrin nga lektoria, rimet që marrin që përdorin në restorante të tjera. Kurse pjesa e sensibilizimit të konsumatorit ka të bëjë kryesisht, thënë në vija të trasha, me asimimin e tij për të mos neglizhuar leximin e etiketave në mënyrë që të sigurohen që ky produkt ushqimor që ata blejnë të jetë i sigurt brenda afateve të përbërës ndetyre të tjera. Përveç saj, në ndihmë të konsumotorit, ne gjithmonë kemi pasur, tash kemi edhe njerëz të shtuar për këtë punë, linjën e gjelbër. Ashtu si keni edhe juve. Dhe kjo linjë funksionon dhe së shpejti do të kemi edhe mundësimin e lënies së mesazhit me zë kur ndodh diçka i Zoti Kola ndjes, ndoshta ju jeni lidhur nga telefoni apo ndonjë laptop? Me Wi-Fi. Ndoshta mos është më mirë ta hiqni Wi-Fi-n të rini me internetin e telefonit ose të pajisjes që keni? Apo jeni me laptop? Me laptop jam. Okej, nuk ka, se her pas here ka shkputja dhe nuk dëgjohet. Okej, e vazhdoj me shpresën që do t'jetë e kuptueshme për ata që na ndjekin. Ka probleme për momentin Zoti Kola, shpresoj të lidhemi dhe të kemi një lidhje më të qartë, po flasim për masat që ka ndërmarrë Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në sezonin veror, pra sezonin turistik veror. Shqipëria në fakt ka 4 stinët sezon, por fluksi i pushuesve, qoftë shqiptarë të Shqipërisë, qoftë nga trojet tona, qoftë i turistëve të huaj, e bën shumë të vështirë menaxhimin në kuptimin e situatës për të shtimi i numrit të subjekteve që ofrojnë shërbime, pra që lidhen me sigurinë ushqimore, që ofrojnë ushqim, numri i madh i vizitorëve dhe konsumi po ashtu në hotele, në restorante, në bujtina, në agroturizme të ndryshme, patjetër që fluksin më të madh e mban bregu i detit nga Shkodra deri në Ksamil. Edhe vitin e kaluar, megjithse me një fluks shumë të madh vizitorësh qoftë nga brenda Shqipërisë qoftë huaj, nuk ka pasur probleme shqetësuese, ka qenë një rast vetëm në mos gaboj në një anije turistike, i disa të huajve që u preken kishin probleme me ushqimin, por që ishte një rast i izoluar dhe që nuk pati shqetësime serioze në lokacione të tjera ku janë vizituar nga shqiptarët edhe të huajt sigurisht. Zotin Kola e kam sërish me shpresin që do ta dëgjoj mirë. A dëgjojmë? Po, ju dëgjoni, po. Okej. Atëherë, zoti Kola, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, po ta lidhim me pjesën e numrit të madh të subjekteve në gjithë sezonin turistik, ka një numër sigurisht kufizuar inspektorësh, aq sa ka në strukturën e vet, të cilët një pjesë e cilëve patjetër që do bëjnë edhe punët e përditshme, që ka për detyrë funksionale Autoriteti Kombëtar i Ushqimit. Cilat janë institucionet që u vinë në ndihmë në këtë task force, këto inspektimet përbashkëta që ju bëni e para dhe e dyta, a do të transferohen, po themi, inspektor, transferimi përkohshëm, për të përqendruar në zonat ku ka më shumë numër inspektimesh pikërisht për këto arsye që po flasim? Atëre, strukturat që na vinë në ndihmë, ky është një bashkëpunim, kemi Ministrinë e Mjedisit, të Mjedisit, kemi Ministrinë e Brendshme, Policinë e Shtetit, kujdesi shëndetësor, kemi autoritetin e punës dhe po ashtu strukturat vendore. Pjesa e kuriozitetit për shtimin e njerëzve, ne e kemi kryesisht mbi bazën e inspektorëve shtesë dhe task force që ka të bëjë me trup mbështetëse
mënyrë që të mos bazohet vetëm tek pjesa e inspektimit, por si thash, pjesa e këshillimit është ajo që ruan një rol decisiv në gjithë marrëdhënien e vëmendjes së shtuar për sezonin turistik midis AKU-s dhe biznesit dhe konsumatorit. Pra si thash, task forca e ngritur prej nesh ka dy element, pjesa e inspektorëve dhe pjesa e trupës mbështetëse, të cilët nuk janë inspektorë. Ata janë trup mbështetëse me profil pune shumë të specializuar në sigurinë ushqimore dhe janë në mbështetje të njëri tjetrit për çdo aspekt me të cilin ka të bëjë sigurisht qoftë shqetësimi dhe nevoja qytetare, qoftë edhe nevoja e biznesit për të karime apo të pasur parasysh ato që duhet të kenë ata në mënyrë të sigurojnë një konsumatorin për ato me të cilët shërbejnë. Qartë. Po pjesa e transferimit, ajo çfarë unë përmenda, për shembull, nëse shembull është gjithmonë ky, nëse në qarkun Lezhë do marrësh 2 inspektorë ose një çfarë ka ata që mbulojnë territorin e Mirditës, do t'i çosh në Shëngjin apo në gjithë territorin e Lezhës, ose nga Dibra në rastet veçanta, pra si me qenë se në këtë kuadrin e masave, sepse numri është shumë i madh i operatorëve të biznesit që ofrojnë ushqim në këtë periudhë. Po, e vërtet është, por kryesisht me qenë se edhe fluksi qytetar për konsum ka të bëjë më tepër me pjesën e zonave turistike, ne kemi zhvendosje të këtyre mbi bazë të një plani javor. Le të themi siç e përmendet juve, mund të hikin 2 inspektorë nga Dibra të vendosen përpostisht në zonën e Lezhës për një javë, pastaj bëhet rotacion. Kjo është për të gjithë qarqet. Njëkohësisht edhe nga Tirana, po flas edhe nga drejtoria qendrore. Një fokus i veçantë mendoj që i duhet kushtuar edhe zonave malore, turizmit malor. Ne kemi për shërbime, po themi, njësi shërbimi që ka një bujtin, kushtet e tyre nuk janë dhe ashtë mira në raport me ofrimin e shërbimit, po gjithsesi ka një nip dhe që janë subjekte për të kontrolluar. Kemi sigurisht po edhe ashtu edhe në zona malore, agroturizme, apo edhe hotele, restorante, me standarde, por që në këtë periudhë janë më të frekuentuar. A janë edhe këto prioritet i juaj përveç pjesës zonës së Bregdetit? Po, patjetër. Gjithçka që ka të bëjë me turizmin. Edhe turizmi bregdetar dhe turizmi malor. Ke pjesa e turizmit në përgjithësi ka një garanci të shtuar në mënyrë automatike sepse dhe qarkullimi i produkteve ushqimore është më i shpeshtë. Nuk ka shumë vend për të spekuluar dikush që i mbetur, nuk mbetet as mishi, as pesku, as perimja. Ajo me të cilë përballen bizneset që ofrojnë shërbim turistik është nevoja për të pasur furnizim sa më të shpejt, sepse konsumohet shumë shpejt. Ajo që është detyra jonë është që ky ushqim, i cili nuk ngelet kurrë, sepse është fluksi i konsumit shumë i lartë, të jetë i garantuar brenda fateve në turr, pa pesticide, pa pasur bakteri, gjëra që se çfarë për çfarë shikoj. Po, vetëm se përveç këtyre edhe pjesa e kushteve gjëra sanitare, stafet, pajisja atyre me ato raportet mjekësore në mos gaboj, që ju po ashtu duhet i kontrolloni nëse i kanë. Janë edhe këto risk në vetvete, jo vetëm pjesa nëse konsumi i ushqimit është i shpejt apo edhe rripak. Janë një sër faktorësh që e vën AKU në një presion në thojza, pra është një punë e vështirë në këtë sezon, për ta thonë më shqip. Po, patjetër, por biznesi ka edhe hapën e vet, që do të mos i ulet biznesi dhe ai fluksi i vjen për shkak të sezonit, ta shfrytëzoj. Për këtë arsye ai merr marsat e veta për zinxhirin e furnizimit. Pra, ne bëjmë punën tonë, por ai ka bërë punën vetë për hir të interesit vet. Pjesa e punës sonë konsiston në fakt ne e kontrollojmë sigurisht certifikatat fitosanitare për ambientet e tija, kontrollojmë certifikatat e tjera që kanë fiksore që kanë të bëjmë në rastin e kafshëve, të ferura, gjithçka tjetër që shihet. Qartë. Zoti Kola, nëse nuk e diçka tjetër për shtuar ose një thirrje ndoshta qoftë për operatorët e biznesit, qoftë për qytetarët dhe për cilët në fakt një risk i shtuar janë edhe
shitësit ambulant në plazhe, kryesisht në plazhe, edhe që ndoshta nuk janë edhe fokusi i punës tuaj ose target grupi juaj, sepse janë individ që nuk kanë atë niptin e famshëm për gjenë subjekt kontrolli, pakte një thirrje për qytetarët. Dhe gjithsesi, edhe nëse konstatohen nga një inspektor ndiku, nuk është mirë, nuk është e ndaluar të largohen ata tregtarë. Shiko, ne gjithmonë atëre, po e filloj nga fundi. Pjesa e ambulante, ku është ligji, mbulohet nga policia bashkiake. Dhe me qenë sa i nuk ka një adres fizike, nuk është objekt i punës sonë. Qartë. Por, nuk ka ndodhur kur që ne të bëmë diçka. Le të themi shitës ambulant qoftë i hamburgerave e qofteve, qoftë i akullorave, le të themi. To që janë më të shpeshtë që hasim. Nuk ka ndodhur kur që të shihet që diçka nuk shkon, apo nuk është në rregull, apo që kemi dhe një denoncim qytetar, dhe të mos shkojmë ne duke lajmëruar njëkohësisht edhe policia bashkiake që takon ndërhyrja. Sepse ne jemi në këtë rast ne trupa mbështetëse që do marrim më pas në dorëzim ushqimin për të cilin është bërë kontestimi dhe çon në laborator tan, por ajo që pjesa e ndërhyrjes se vetëm ata mund ta bëjnë në ndalimin e veprimtarisë së këtij ambulant. Ata japin leje, pasia jep leje. Sigurisht në njoftimet i kemi bërë sa herë kemi pasur qoftë kemi rastisur vetë, se kemi të tillë informacione plot, qoftë kemi pasur të këtij fakti. Kurse për qytetarët do thotë që duhet të rikthyer vëmendja sidomos në etiketë e ushqimit të gatshme që konsumojnë. Etiketa është një lloj, jo një lloj, garantuesi kryesor i cili garanton qytetarët qoftë për datën e skadencës, qoftë për përbërësit, sidomos për përbërësit sepse ka njerëz, ndoshta ne në Shqipëri kemi shumë tekstuar ashtu, por ka shumë njerëz të cilët kanë alergji. Dhe lloj importe të po e quaj frutash në Portugal nga brende të ndryshme, mund të kemë përbërës që njerëzit që kanë alergji mos i konsumojnë pa e vënë këtë gjatë sezonit veror. Kurse pjesa i takon akuz ka të bëjë pastaj me kontrollin e shpeshtë të këtyre dhe sigurisht me pjesën e ushqimit që përpunohet dhe në ushqim të gatshëm për konsum në pjesën e restoranteve. Aty pastaj një vëmendje akoma të madhe krijuar. Konsumatorët do të bëjnë vetëm me pjesën e etiketave tek ushqimet e gatshëm. Përfshi lëngjes sidomos. Zoti Kola, unë të falenderoj që ishe në alert dhe me gjithë vështirësitë e lidhjes, shpresoj shumë që në temën tjetër që do të kemë për sigurinë ushqimore të kemë në studio. Faleminderit për ftesën. Ishte kënaqësi, isha në këtë linjë lidhje direkte, më falni, me zotin Tomi Kola, është drejtor i Drejtorisë Komunikimit të Riskut dhe Monitorimit në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit. Diskutuam pak minuta për planin e masave që ka marrë ky autoritet në lidhje me sezonin turistik, një fluks patjetër i shtuar i vizitorëve në gjitha zonat turistike të Shqipërisë, kryesori dhe me riskun më të lartë automatikisht është zona e plazhit, por pa përjashtuar edhe gjithë zonat tjera turistike, malore, turizmin, agroturizmet e tjera. Në fund të këtij programi kam për të prezantuar një insert të shkurtër në kuadër të projektit Linja Gjelbër, për mbrojtjen e konsumatorit, siguria ushqimore dhe forcimi i mbrojtjes konsumatorit nëpërmjet fuqizimit të organizatave të shoqërisë civile. Më 14 maj është që financohet nga Bashkimi Evropian, zbatohet nga Qendra Alert në bashkëpunim me Lëvizjen Evropian në Shqipëri. Me 14 maj u zhvillua në fakt aktiviteti i parë i sërisë së trajnimeve, i nisur në Tiranë dhe aktivitet ky i organizuar nga EMA, pra Lëvizja Evropiane në Shqipëri, pasuar më pas nga aktivitetin FIR e që do ndiqet edhe nga tjera aktivitete në Tiranë edhe qytetet tjera të Shqipërisë. E ndjekim insertin, ky është fundi i alert për ditën e sotme me bashkë do të shihemi të premte në ardhshme. Mos harroni ritransmetimin nesër në 13:30. Deri atëherë mirupafshim.
Në 14 maj në ambientet e Europe House në Tiranë u zhvillua trajnimi I parë për mbrojtjen e konsumatorit, organizuar nga Lëvizja Europiane në Shqipëri, në kuadër të projektit Linja e Gjelbër për mbrojtjen e konsumatorit. Ky projekt po zbatohet edhe në 6 qytete të tjera të vendit nga qendra alert. Gjatë trajnimit u prezantua Linja e Gjelbër falas 0800 26 26, një mekanizëm për denoncimin e shkeljeve dhe zgjidhjen e problematikave që prekin të drejtat e konsumatorëve, I menaxhuar nga stafi I qendrës alert. Një tjetër moment I rëndësishëm ishte njoftimi për krijimin e rritit të organizatave të shoqërisë civile për mbrojtjen e konsumatorit, me pjesëmarrjen e 20 organizatave nga gjithë Shqipëria, të cilat synojnë forcimin e bashkëpunimin dhe ndërhyrjeve në nivel lokal. Trajnimi theksoi rëndësinë e tryezave të diskutimit dhe këshillimit në kuadër të platformës së partneritetit për integrimin evropian, me fokus të veçantë të kapitulli 28 dhe kapitulli 12. Ekspertët prezantuan zhvillimet më të fundit në fushën ligjore, përfshirë parafrimin me direktivat e BE-s, ndalimin e praktikave të padrejta tregtare, mbrojtjen e konsumatorëve në përmbajtjen digjitale, shërbimet në distancë dhe kontratat me kushte të padrejta. Në trajnim morën pjesë përfaqësues të shoqërisë civile, institucioneve shtetërore dhe pushtetit vendor. U theksua roli I Komisionit për mbrojtjen e konsumatorit, Inspektoriatit të mbikëqyrjes së tregut dhe njësive vendore. U bë gjithashtu me dije se tashmë është ngritur një databazë me 124 përfaqësues nga 61 bashki, të cilët janë të gatshëm të ndihmojnë qytetarët në rast shkeljes të drejtave të tyre si konsumator. Linja e Gjelbër 0800 26 26 mbetet një mjet I rëndësishëm në shërbim të qytetarëve për të raportuar shkeljet dhe për të mbrojtur të drejtat e tyre si konsumator.